Kështu pra, deri dhe harduca gjigande kthyen djalin tek familja e tij, tek rruga e birilave, dhe të gjithë jetuan të lumtur që nga ajo kohë. Fundi fare. Sa histori e bukur që ishte gjyshi George, a mund të më tregosh një tjetër? Sa do të më pëlqente, Eni, por nëse ti nuk fle gjumë, ti do të jesh e kaputur nesër. Dhe ti e di se çfarë është nesër. Krishtlindjet? E gjete, pra ti mbyllim sy tanë të vegjël. O të lutem, gjyshi edhe një histori tjetër. Mamaja jote do të thotë... ajo s'do të thotë gjë, edhe një histori të fundit, një histori krishtlindjeje. Po mirë, në rregull. Besoj se edhe një histori nuk na prish punë. Përveç kësaj, për çfarë janë gjyshrit? Faleminderit shumë, gjyshi George. Tani le të shohim. Atëherë Krishtlindjet. Atë të kam thënë ndonjëherë për qytetin që nuk e mori Krishtlindjen? E ke fjalën që nuk ishin Krishtlindje? Jo, e kam fjalën që ata nuk e morën Krishtlindjen. Ata kishin Krishtlindje, ata i donin pakot dhe lodrat dhe të gjitha, por ata nuk i kuptonin fare Krishtlindjet. Tani le të shohim çfarë emri kishte ai. Qyteti Dinkëll, e gjeta, unë shpërndaja postën atje në fakt. Tani, fëmijët e qytetit Dinkëll kishin shumë qejf të më shikonin mua gjatë kohës së Krishtlindjes, sepse të gjithë mendonin se do merrnin diçka. I can't believe it's Christmas. I think I'm finally getting something. Can't believe it's Christmas. My favorite time of year. I can't believe it's Christmas. Been dreaming of a sugar plum thing. Can't believe it's Christmas. Oh boy, it's finally here. Prisni pak, unë kam vetëm një pako për sot, edhe është për shtëpi numër 4. Le ta shohim cila është shtëpia numër 4 tani. Ho, ho, away we go with rosy cheeks and hearts a-glowing. Hey, hey, our favorite day, it makes us wanna cheer. Yo ho, we love the snow. Only we know we won't be knowing. Yeah, hey, we're glad to say that Christmas time is here. Baba. We can't believe it's Christmas. Been waiting for a million hours. Can't believe it's Christmas. Oh, what a nippy day. We can't believe it's Christmas. Took 14 baths and 18 showers. Can't believe it's Christmas. And now it's time to play. We can't believe it's Christmas. We think we're finally getting something. Can't believe it's Christmas. Our favorite time of year. We can't believe it's Christmas. Been dreaming of a sugar plum. Can't believe it's Christmas. Oh boy, it's finally. Boy, it's finally here. Ku është? Numri 4. Po kjo ishte e lehtë. Çfarë është kjo? Pas ka një buton. Shtype, shtype. Gëzuar Krishtlindjen. Më thoni fëmijë, a e keni mërzitine nuk di se çfarë dua për Krishtlindje? Po nëse unë di diçka rreth lodrave dhe ju e dini që unë di për to, unë e di se çfarë po kërkoni ju. Ju doni një lodër argëtuese, por mbi të gjitha, ju doni një lodër me një sharr zhurmuese që punon mirë, e vendosur në krahun e tij të djathtë. Ju doni sharrën zhurmuese Louis. Bukur, a? Por prit, ka më tepër. Sharra zhurmuese Louis di edhe kuptimin e vërtet dhe të bukur të Krishtlindjes. Ajo që duhet bëni është të shtypni hundën e tij. Krishtlindja është kur ju merrni gjëra. Ju duhen më shumë lodra. Sapo prindrit tuaj të telefonojnë dhe të porosisin sharrën zhurmuese Louis, një nga pinguinët tanë të mësuar do t'ju asjell atë tek dera juaj. Merrni nga unë, zotin Ezer, dua them babagjyshi i vitit të ri dhe ndihmësin. Shikoni mua, unë jam Kukulli. Ju s'keni për të qenë të lumtur derisa prindrit tuaj t'ju blejnë sharrën zhurmuese Louis, e vetmja lodër me kuptimin e vërtet dhe të bukur të Krishtlindjes. Billy ka më shumë lodra se sa ju.
lodra! Billy ka më shumë lodra se unë. Kush është Billy? Unë nuk e di, por ai ka më shumë lodra se sa unë. Unë dua sharën zhurmuese Lui! Unë dua 10 shara zhurmuese Lui! Sepse ky është kuptimi I vërtet I Krishtlindjes! Po po punon shkëlqyeshëm. Çfarë po bën, shef? Domethënë ti do ata fëmijë që nuk kanë kohën. Unë nuk e kuptoj këtë, shef. Dëgjoj, zoti Lant, e vetmja mënyrë se si prindrit mund t'i ndalojnë ata nga ankesat është duke u bler atyre shumë lodra. Dhe si pronari I fabrikës së lodrave Nezer, unë do të bëhem si bandit. Ti je shumë dinak, shef, vërtet shumë. Më dinak se vëllai im Nebi K? Mos e ke fjalën për atë që ka fabrikën e çokoladës ku punoja unë, po, ti je vërtet shumë dinak. Mirë, shumë shpejt të gjithë do e di se Wally Nezer është Nezeri më dinak nga të gjithë. E kuptove? Nuk ka fare dyshim për këtë, shef. E po mbize linjën e prodhimit, zoti Land, duhet të fitojnë sa para, sepse ky është kuptimi I vërtet dhe I bukur I Krishtlindjes. Nuk është ky kuptimi I Krishtlindjeve. Unë e di këtë, edhe ti e di këtë, por Wally Nezer ishte ngatruar pak. Dhe falë reklamave të tij në televizor, u ngatruan edhe të tjerët. Fëmijët ankoheshin, lodrat fluturonin nga linja e prodhimit siç e kishte planifikuar ai. Kjo do të ketë qenë Krishtlindja më e keqe në botë. Po, do të kishte qenë, po të mos ndodhe ajo që ndodhi më vonë. Çfarë? Po çfarë ndodhi? E po, ndërsa lodra dilin nga linja e prodhimit ku testoheshin undët, njëri prej tyre u drodh. U drodh? Ai u ngërdesh, shtrëmbëroi fytyrën, nuk pëlqeu ato fjalë që dilin nga vet koka e tij. Por ai ishte thjesht një lodër. Mund të ishte programuar ndryshe, ku se merr vesh. Megjithatë, atë natë, ndërsa gjithë lodrat e tjera prisnin që të largoheshin, ai po mendonte. Grumpy kids, greedy dreams. This is not what Christmas means. I'm just a toy, I don't claim to be a genius, but there must be more to Christmas. There must be more to Christmas. I think we're really missing something. Must be more to Christmas. Por, çfarë? Po, duhet të ishte diçka më tepër. Lui nuk e dinte se ç'ishte, por mendoi se ishte koha që dikush ta zbulonte. Ai nuk ishte dalë ndonjëherë nga fabrika, sepse ai nuk ishte dalë kur nga kutia e tij. Por ai ishte një lodër e zgjuar. Sa e vështirë mund të ishte. Ndoshta pak më e vështirë nga që mendoj. Lodra që shpëtoi Krishtlindjen do të vazhdoj pas një pushimi të shkurtër. Dhe tani është koha e këngëve kotit të Lerit. Ajo është pjesë e shfaqjes ku Leri del dhe këndon një këngë koti fare. Është nata para Krishtlindjeve dhe Leri po pret me ankth mbërritjen e babagjyshit të vitit të ri me një pjatë me biskota të mëdha. Oh, Santa, I can't wait for you to come. I just can't wait for you to come. And I've got cookies, 3 yummy cookies. Just for you for when you come. Only for you for when you come. Because it's Christmas. Could that be Santa? Could that be him? Could it be the one who brings presents
for a cucumber like me, a good cucumber like me. Leri u habit teksa u përshëndet, jo nga babagjyshi, por nga një hajdut banke dinak. Sheti? Unë jam hajdut banke! And I've come to rob your bank. Yes, I've come to rob your bank. And I've come to take your dimes and swipe your nickels. Kas brapsu dhe lëviz, më të gjove o të shikoti dhe më lërë të hyj! Edhe pse i friksuar nga keqbërsi, në frymën e Krishtlindjes, Leri i bëri një ofertë atij. I'm not a banker. I have no bank, my robbing friend, but I have cookies. 3 yummy cookies. And I don't have nickels. But please take this, my robbing friend. Eat one of these, my robbing friend. They are for Santa. But you may have one. Hajduti i bankës u prek me të vërtet nga dëshira e mirë e Lerit, por Leri, megjithse i hutuar për një çast, është ende i gëzuar që do të takojë babagjyshin. Oh, Santa. I'm a robber. I came to rob your bank. Yes, I came to rob your bank. And I've got cookies. You shared a cookie. 2 yummy cookies. A yummy cookie. Just Though for I'd you, love for to when take you your come, time, only for perhaps you, for when another you come. time. Because it's Christmas. Could that be Santa? Could that be him? Could it be the one who brings presents for a cucumber like me? A good cucumber like me. Edhe kësaj here nuk ishte babagjyshi që kishte ardhur tek dera e Lerit, por kësaj radhe ishte një viking i egër shumë. Sheti? Unë jam një viking! And I've come to take your land. Oh yes, I've come to take your land. And I've come to burn your crops and steal your horses. And I've come to step on your chickens. Dhe Jorganin do ta bëj pis! Edhe pse i friksuar nga keqbërsi, në frymën e Krishtlindjes përsëri, Leri bëri një ofertë. I don't have land, I don't have crops, my Viking friend, but I have cookies, 2 yummy cookies. And I don't have horses, but please take this, my Viking friend. Eat one of these, my Viking friend. They are for Santa, but you may have one. Edhe vikingu u prek me të vërtet nga dëshira e mirë e Lerit, por mendja e Lerit është ende tek babagjyshi. Oh, Santa, I'm a Viking. I can't wait for you take to your come. land. Oh I yes, just I can't wait came for to you take to your come. land. I've got a cookie. You shared a cookie. A yummy cookie. A yummy cookie. Just Though for I'd you, love for to when swell you your come. quilts, Only for I you, don't for think when that I you will. come. Because it's Christmas. Could that be Santa? Could that be him? Could it be the one who brings presents for a cucumber like me? A good cucumber like me. Tani Leri po përshëndetet nga një agent i shërbimit të ardhurave të brendshme. Sheti? Unë jam nga zyra e tatimeve. Dhe kam ardhur tata. Oh, Santa, I can't wait for you to come. I just can't wait for you to come. It's finally Santa. It's finally him. At last, the one who brings presents for a cucumber like me. A good cucumber like me. I'm Santa, and I've come to bring you gifts. Oh yes, I've come to bring you gifts, and I've come to stuff your stocking. Go ho ho ho. And I've come to jiggle my belly and wiggle my nose. Pa prisni pak, a nuk është ky rripim? Po ti çfarë bën me kapelen time? Oh, pra ju në qënkeni. Prit pak, unë mund të shpjegoj. Kemi ndryshuar. Askujt nuk jam ban me babagjyshin. Ju e dini këtë apo jo? Ju keni shumë të pabindur mes jush, edhe unë kam një listë. E jo t'ja është kjo? Gëzuar, Krishtlindjen! Edhe tani, përsëri me lodra që shpëtoi Krishtlindjen. Ura, sa bukur! Sa bukur! A nuk po ecim ca si shpejt, a? Runi nga jo pema! Pema? Çfarë peme? Ka problem! Mbahuni djema! Çfarë? Përse? Përse duhet ta mbaj me mbaba?
dëgjuar qefi. Po nuk do ta bëja përsëri. Dëgjoni këtu, unë nuk mund të shoh asgjë këtu mbrapa, ta dini. Po ju e dini gjë se ku po shkojmë? Se kam iden, s'kam qenë kur këtu më parë. Askush nuk e di se çfarë ka pas asaj atje. Hidhuni shpejt. Çfarë? Ej, ku shkuat ore ju, ej? Bab, a je mirë? Qark miu. Ha? Unë doja të luaja qarkun e miut. Ti hedhë zarat edhe lëviz minjt. Askush nuk lëndohet. Ej, kjo duhet jetë gjurma për tekura e Pax Villit. Tek kush? Tek ajo ura që u rëzua. E mban mend e dëgjuam në televizor. Wow! Jemi vërtet me fat që nuk ram atje poshtë. Jema, shikoni çfarë gjeta. Qën ka një sharë zhurmuese luj. Sa mirë, shtypi hundën. Në rregull. Ju duen më shumë lodra. E po ky është kuptimi vërtet i Krishtlindjes. Jo, nuk është. Kush e tha këtë? Unë e thash, Krishtlindja nuk flet fare për këtë. Vërtet? Jo, Krishtlindja nuk është për t'u ankuar dhe për të kërkuar më shumë lodra. E po, për çfarë është atëherë? Nuk e di, por unë do t'a gjej atë. Unë jam gati për një aventurë. Ose të pak të nisha, deri në momentin që ngeca na të pirë bora aty. Po ndoshta ne mund të të ndihmojmë ty. Ej, unë njoh dikë që shumë i zgjuar, a? Ndoshta ai mund të na e thot kuptimin e vërtet Krishtlindjeve. Kështu pra ata menduan se ishte një ide shumë e mirë. Prandaj u nisën së bashku për të takuar këtë person të zgjuar. Kush ishte ai? Ishte unë. Ti, gjyshi George? Mos u habit kaq shumë. Po, 3 djem dhe një lodër e vogël argëtuese u shfaqën tek dera ime, duke më pyetur në e dija kuptimin e Krishtlindjeve. E po, a e dije? Sigurisht, por unë nuk doja thjesht t'u thoja atyre. Prandaj e lexova nga një libër shumë i vjetër. Ja ku është. Atë natë në fushat pranë Betlehemit, disa barinj poruanin delet e tyre. Dhe ja, një ëngjëll i Zotit ju paraqit atyre dhe lavdia e Zotit ndriçoi rreth tyre. Barinjt u friksuan, por ëngjëlli u tha: "Mos keni frikë, unë kam një lajm të mirë për ju, që do t'i bëni të gjithë të lumtur, sepse në po atë ditë në qytetin e mbretit David lindi për ju një shpëtimtar. Ai është Krishti, Zoti. Ju do ta dini se kush është, sepse do ta gjeni të mbështjellë me pelena dhe të shtrirë në një stall me kasht." Pa pritur, shumë engjëj të tjerë zbritën nga qielli dhe ju bashkuan duke lëvduar Perëndin. Ata thanë: "Lavdi Perëndis në vendet më të larta, paqe mbi tokë dhe dëshirë e madhe ndër njerëz." A nuk e kuptoni? Ajo foshnjë ishte Jezusi. Atë mbrëmje ishte Krishtlindja e parë. Ja pra, Perëndia i deshi kaq shumë njerëzit, sa dha biri. Ti je i zgjuar, gjyshi George. Ky ishte fundi i historisë? Jo! Vetëm tani i kuptuan çfarë ishin Krishtlindjet. Por të gjithë të tjerët ishin ende në errësirë. Çara zhurmuese lui! Bëhet më keq puna. Ne duhet i themi qytetit Dingle ato që dim për Krishtlindjen. Po, por ajo reklama në televizor nuk shkoi vetëm tek qyteti Dingle. Ajo shkoi kudo. Ne duhet që t'u themi të gjithëve. Por zotëri, Krishtlindja është nesër. Si mund ta gjejmë neve mundësinë që të shkojmë kudo? Ti duhet ta harrosh tani Pax Livillin. Ura është e prishur. Tani nuk kemi asnjë shpresë. E gjithë Krishtlindja u shkatrua. Jo, duhet të ketë një zgjidhje. Mendoni pra. E gjeta! Ne duhet të futemi tek fabrika e lodrave. Të gjithë më ndiqni mua. Ne mund ta shpëtojmë Krishtlindjen. Unë ende nuk po e kuptoj pse ne jemi këtu. Po, unë sapo dola nga ky vend dhe nuk do të kthehem përsëri aty. Ju duhet të më besoni mua tani. Është e vetmja mënyrë.
je diku këtij rrotull. Dëgjoj, kjo është një Studio televizive? E gjete, ishte studio televizive e zotit Nezer. Tani Junior i zbuloi se me që ishte një reklam televizive që i zyti në këtë lëmsh, ndoshta një reklam tjetër televizive mund t'i nxirte nga i telash. E po, ata shpresonin. Dëgjoni që të gjithë ju lutem. Unë jam Junior Asparagus nga qyteti Dingle dhe vi me një mesazh të rëndësishëm për Krishtlindjen. Ne kishim mendim të gabuar për Krishtlindjen. Krishtlindja nuk ka të bëjë me egoizmin dhe nuk duhet të kërkojmë më shumë lodra. Jo se lodrat janë të këqija, se unë për vete kam disa të bukura që më pëlqejnë shumë, por dëgjoni. Krishtlindja ka shumë më tepër. Louie? Faleminderit Junior. Hej, shara zhurmuese Louie. Dëgjoni që të gjithë, kur vjen Krishtlindja, unë e Kështu Louie u tha atyre për kuptimin e vërtet të Krishtlindjeve, për dashurinë e Perëndis dhe për foshnjën Jezus. Për atë që kur japim shpeshherë na bën që të ndihemi më mirë se sa kur marrim. Njoja e të vërtetës së Krishtlindjes i gëzoi shumë të gjithë. Në fakt, thuajse të gjithë. Ata nuk po ankohen. Po përse nuk po ankohen? Unë nuk e kuptoj këtë, shef. Prandaj në këtë Krishtlindje, në vend që të ankohemi për më shumë lodra, le të jemi më mirënjohës për familjet tona. Jo nuk është lodra ime. Qen ka studioja ime televizive. Zotiland, dikush po përpiqet të shkatroj Krishtlindjen time. Nuk është e drejtë. Pra ju e shikoni, kjo është e gjitha se për çfarë flet Krishtlindja e vërtet. Dhe nëse ne do ta kujtojmë atë, atëherë kjo do të jetë Krishtlindja më e bukur në botë. Atëherë ju pas keni vendosur të përdorni studion time televizive, a? Por mua më duket sikur do të përjetojmë disa vështirësi teknike. Pra ju i jeni ata djemt që duam të shkatrojnë Krishtlindjen time. Jo, nuk është ashtu. Ne thjesht duam ose donim që të gjithë ta dinë kuptimin e vërtet të Krishtlindjes. Mendon se ata duan t'ja dinë? Po... Pra me të vërtet i mendon se ata duan t'ja dinë për gjëra të tilla si dashuria dhe dhënia? Po... Dëgjoj, e vetmja gjë që fëmijët duan nga Krishtlindja është që të marrin më shumë lodra. Dhe unë dua që të mbetet kështu. Prandaj o djem duhet ju dërgoj në një udhtim të vogël. Pa të shohim, ku do të doni të shkonit ju? Në qytetin Weebles? Bumbleburg? Vetëm mos na dërgo në Paxiville. Ora është e prishur. Paxiville? Oh, kam dëgjuar se është mirë në këto kohë të vitit. Zotiland, 4 bileta për në Paxiville këtë lutem. Me njëherë, shef! Ç'na gjeti? Pistonin, Zotiland. Tani me sinjalin tim, 3, 2, një gjë të fundit. Nëse ata njerëz do t'ja dinë me të vërtet për gjërat që thoni ju, ku janë ata tani? Ja ku jemi. A? Ne jemi shumë të interesuar për kuptimin e vërtet të Krishtlindjes. Prandaj erdhëm këtu, të të japim atë që meriton. Por në të vërtet unë nuk do të... Kjo ishte thjesht një shaka. Nuk do të... Çfarë keni ndërmend të bëni? Zoti Nezer?
gëzuar Krishtlindjet. Është për mua? Qen ka njeri I vogël. Unë gjithmonë kam dashur një dhuratë Krishtlindjeje, por kemi qenë shumë të varfër. Nuk e ke idenë se sa shumë më gëzove. Shiko, a nuk është I bukur? Më vjen shumë keq për të gjitha të lashet që kam shkaktuar dhe unë do ta shlyej. Çfarë? Jo. Zoti Land, një slit tjetër. Kam për t'i shpëtuar unë. Unë I djem. Leri, provo se mos e arrin nyjen. Ej, kujdes! Ti u përplase tek sharra ime. Ej, më duket se më erdhi një ide. Çfarë janë nuk e bërë? Në rregull, të gjithë ata që kanë duar, le t'i lidhin që tani. Kjo është për mua më duket. Është gati! Lui, edhe nëse kjo nuk funksionon, unë dua që ti ta di se jemi të vërtet një lodër shumë e këndshme. Faleminderit! Fitoni, djema! Ja dole! Mauni! Ja dolën, jam të sigurt. Mas. Zoti Nesër! Ne duhet ta shpëtojmë atë! Ej, prisni! Ej! Faleminderit për xhiron. Dhe tani le të shohim se ç'mund të bëjmë të vërtet kjo vegël. Pa këndim? Dhe atje I gjetëm. E po nëse unë nuk do të kisha një kavor në kamionin tim, ata ndoshta do të ishin atje edhe sot. Wow, pra në fund a ishte një Krishtlindje e mirë? Dëgjojeni, ishte një Krishtlindje e shkëlqyer. Ditën tjetër u mblodhën të gjithë për të shkëmbyer dhuratat, ku madje ishte edhe Zoti Nezer. Mund ta kthesh nëse nuk të bën. Po ku shkoj Lui?
Çfarë ndodhi me të? Po, më në fund ai vendosi të jetonte në qytetin Dinkle. Së pari ai donte që t'ja ishte një sharrë zhurmuese me anë të një operacioni, në mënyrë që askush të mos lëndoj. Por më pas ai e kuptoi se për çfarë shërbente ajo. Çfarë? Të bënte mobilje. Ai e mbushi qytetin Dinkle me tavolina, karrige të reja, me dollape, rafte, erzash dhe ato gjërat e vogla ku mbani gotat. Më duhet më shumë dru, ha? Por më e mira e të gjithave ishte që ata më në fund e mësuan kuptimin e vërtet të Krishtlindjeve. Dhe ata nuk mund të mos mendonin për këtë, të mos flisin për këtë dhe madje edhe të këndonin për këtë. Po, ishte Krishtlindja më e bukur në botë. I can't believe it's Christmas. I'm glad I get to give you something. Can't believe it's Christmas, my favorite time of year. I can't believe it's Christmas. I'm wrapping up a sugar plum thing. Can't believe it's Christmas. Oh boy, it's finally here. Ho, ho, away we go with rosy cheeks and hearts a-glowing. Hey, hey, our favorite day, it makes us wanna cheer. Yo ho, we love the snow. At least we know we won't be mowing. Yeah, hey, we're glad to say that Christmas time is here. We can't believe it's Christmas. Got something for my dad and mother. Can't believe it's Christmas because I love them so. We can't believe it's Christmas. A package for my little brother. Can't believe it's Christmas. And even Uncle Joe. We can't believe it's Christmas. We're glad we get to give you something. Can't believe it's Christmas. Our favorite